Nëse keni ndjerë ndonjëherë se nuk përfitoni në këtë botë, nëse keni pasur ndjenjen se diçka thelbësore në ju është krejtësisht ndryshe nga të tjerët, atëherë ajo që jam gati t'ju tregoj mund të ndryshojë gjithçka që keni menduar për veten tuaj. Carl Gustav Jung, njëri nga psikologët më të thellë që ka jetuar ndonjëherë, kaloi një jetë të tërë duke studiuar atë që ai e quante personalitete të diferencuara, njerëz që përjetojnë realitetin në nivele që shumica nuk e arrijnë kurrë. Dhe këtu qëndron ironia tragjike, këta individ të jashtëzakonshëm shpesh jetojnë duke besuar se diçka nuk është në rregull me ta. Shoqëria i ka bindur që ndjeshmëria e tyre, thellësia e tyre, refuzimi i tyre për t'u kënaqur me përgjigje sipërfaqësore janë të meta karakteri, kur në të vërtetë janë shenja të një sofistikimi psikologjik të rrallë. Unë do t'ju prezantoj 8 shenjat që Jung identifikoi si prova të një arkitekture psikologjike të avancuar. Nëse njihni veten edhe në gjysmën e këtyre, atëherë ju nuk jeni thjesht të ndryshëm, ju jeni pjesë e asaj që Jung besonte se ishte faza tjetër e evolimit të ndërgjegjes njerëzore. Por para se të fillojmë, dua t'ju them diçka me sinqeritet, kjo njohuri vjen me përgjegjësi. Sepse kur kuptoni vërtet se kush jeni, nuk mund të ktheheni më në gjumë. Shenja 1, thellësia emocionale që shkon përtej normalitetit. Shenja e parë që Jung vërente te personalitetet e rralla ishte ajo që ai e quante intensitet afektiv i thelluar. Ju jo thjesht ndjeni emocione. Ju i përjetoni ato si valë që ju përshkojnë tërësisht, duke bardh kuptim, nuanca dhe lidhje që të tjerët as nuk i vërejnë. Kur dikush në dhomë është i shqetësuar, ju e ndjeni përpara se ata ta shprehin. Kur ka tension të fshehur, ai ju godet si një forcë fizike. Jung e kuptoi se kjo nuk është paqëndrueshmëri emocionale. Kjo është inteligjencë emocionale që funksionon në një nivel që shumica e njerëzve nuk e zhvillojnë kurrë. Ai shkroi për atë që e quante psiqik objektive, shtresa të përvojës njerëzore ku emocioni bart informacion. Ju keni akses në këto shtresa, ndërsa të tjerët jetojnë në sipërfaqe. Por kjo ka një kosto. Ju mbartni peshën emocionale të çdo ndërveprimi. Ju e ndjeni dhimbjen që të tjerët e fshehin. Ju përjetoni gëzimin që të tjerët e mohojnë. Dhe shpesh pyetni veten, pse unë duhet të ndjej gjithçka kaq thellë? Përgjigja e Jungut do të ishte, sepse keni lindur me një instrument psikologjik më të sofistikuar. Por si çdo instrument i ndjeshëm, ai kërkon kujdes dhe mbrojtje. Shenja 2. Kurioziteti i shenjtë dhe pyetja e vazhdueshme. Shenja e dytë që Jung identifikoi ishte ajo që ai e quante funksioni i mendimit aktiv, një pamundësi psikologjike për të pranuar shpjegime sipërfaqësore. Ju nuk pyetni vetëm çfarë, por edhe pse. Dhe pastaj pse përsëri. Dhe përsëri. Derisa arrini në rrënjët e gjërave që shumica nuk i shqyrtojnë kurrë. Pse njerëzit qëndrojnë në marrëdhënie që i zvogëlojnë? Pse pranojmë sisteme që nuk na shërbejnë? Pse shtiremi se bisedat e cekta janë lidhje të vërteta? Jung e quante këtë funksionin transcendent, aftësinë psikologjike për të parë përtej kufizimeve aktuale. Ndërsa të tjerët pranojnë status quo, ju tashmë po parashikoni çfarë mund të jetë ndryshe, më autentike, më në përputhje me potencialin e plot njerëzor. Por këtu vjen rreziku, pyetjet tuaja kërcënojnë iluzionet e rehatshme të tjerëve. Kur bëni pyetje të thella, ju nuk po kërkoni vetëm përgjigje, po sfidoni mbrojtjet psikologjike që i mbajnë njerëzit të sigurt në kufizimet e tyre. Nëse ju kanë thënë ndonjëherë se bëni shumë pyetje ose mendoni shumë thellë, kjo nuk është kritikë. Është konfirmim i rrallësisë suaj. Shenja 3. Pavarësia e ndërgjegjshme. Jung shkroi, gjëja më e frikshme është të pranosh plotësisht veten. Ju keni mësuar ta bëni këtë, jo nga zgjedhja, por nga nevoja psikologjike. Shenja e tretë është ajo që Jung e quante individuimi i hershëm, zhvillimi i një identiteti të brendshëm që nuk varet nga validimi i jashtëm. Ju keni mësuar, shpesh përmes vuajtjes, se të varesh nga të tjerët për ndjenjen tuaj të vlerës është rrëshitse psikologjikisht. Prandaj e keni ndërtuar veten nga themelet. Vetmia juaj nuk është vetmi në kuptimin tradicional, është shenjtëror, vendi ku kujtoni se kush jeni nën të gjitha rolet dhe pritjet sociale. Por Jung paralajmëroi për një kurth këtu, pavarësia mund të bëhet izolim nëse nuk jeni të kujdesshëm. Puna nuk është të mbeteni vetëm. Puna është të jeni aq të plot në veten tuaj sa mund të hyni në marrëdhënie pa humbur identitetin tuaj. Shenja 4. Vetdia hiperperceptive. Jung revolucionarizoi psikologjinë kur identifikoi intuitën si një funksion psikologjik legjitim.
Ai tha se intuita sjell ide, imazhe, mundësi përmes një procesi që është kryesisht i pandërgjegjshëm. Shenja e katërt është kjo aftësi për të lexuar gjurmët psikologjike të njerëzve. Ju vini re shprehje mikrofaciale. Ndryshime energjie. Fjalët që nuk thuhen. Kur dikush thot jam mirë, por i gjithë fusha e tij energjetike ulërin shqetësim, ju nuk mund ta shpërfillni. Kur ka tension në një dhomë që të gjithë të tjerët duket se e injorojnë, ju e ndjeni në eshtrat tuaj. Kjo nuk është paranoj. Kjo është ndjeshmëri psikologjike që funksionon në nivelin për të cilin është krijuar, por Jung paralajmëroi se nëse nuk mësoni ta mbroni këtë ndjeshmëri, ajo do t'ju shterë. Përfundoni duke u bërë terapeut i pandërgjegjshëm për të gjithë rreth jush, duke rregulluar biseda dhe duke mbajtur dhimbje që nuk është e juaja për të mbajtur. Shenja 5. Etja e pashtershme për kuptim. Jung vërejti diçka të mahnitshme, disa personalitete janë psikologjikisht të paftë për të jetuar jetë jo autentike. Ju nuk zgjidhni kuptimin mbi të përgjithshmen. Psiqika juaj e kërkon atë. Shenja e 5 është kjo kërkesë e brendshme për jetë me kuptim. Ju ndoshta keni provuar të jetoni për validim të jashtëm, të ndiqni skriptet shoqërore, të luani rolet e pritura. Por rezultati ishte gjithmonë i njëjtë, një zbrazëti e thellë që asnjë duar trokitje nuk mund ta mbushte. Jung e kuptoi se kur jetoni kundër tipit tuaj psikologjik, nuk ndiheni thjesht jo rehat, zhvilloni simptoma neurotike. Psiqika juaj literalisht rebelohet kundër jo autenticitetit. Ju nuk mund të shtireni se qëllimet e cekta kanë rëndësi. Nuk mund të ndërtoni marrëdhënie bazuar në komoditet vetëm në lidhje të vërtetë. Struktura juaj psikologjike nuk e lejon. Por Jung identifikoi diçka të bukur për njerëzit që i japin përparësi kuptimit, ata bëhen katalizator për evoluimin e ndërgjegjes njerëzore. Kur refuzoni të kënaqeni me më pak se lidhje autentike, i detyroni të tjerët të përballen me jo autenticitetin e tyre. Shenja 6. Rritja përtej njerëzve dhe mjediseve. Jung tha, tragjedia më e madhe e familjes është jetët e pajetuara të prindërve. Por çfarë ndodh kur refuzoni të jetoni një jetë të pajetuar? Shenja e 6 është ky model i përsëritur i rritjes përtej njerëzve dhe vendeve. Ju ndoshta keni përjetuar kuptimin e dhimbshëm se njerëzit që dikur ju njihnin nuk ju njohin më. Jo sepse jeni bërë të vështirë, por sepse i keni hedhur shtresat e kondicionimi që nuk ju shërbejnë më. Jung e quante këtë vdekje dhe rilindje psikologjike. Miq që ju njotën kur ishit duke u zvogëluar, kur po bënit gjithçka për t'u pëlqyer, kur po shtypin të vërtetën tuaj, ata kujtojnë atë version tuajin. Dhe ndonjëherë duan atë version mbrapa sepse ndihej më i sigurt, më i parashikueshëm. Por ju nuk mund të ktheheni. Jung e kuptoi se evolucioni psikologjik është i pakthyeshëm. Pasi keni parë prapa përdes së kondicionimit shoqëror, nuk mund të ktheheni më në konformitetin e të pandërgjegjshmes. Nëse njerëzit duken të shqetësuar nga rritja juaj dhe vazhdojnë t'ju kërkojnë të jeni ai që ishit, kjo nuk është shenjë se diçka nuk është në rregull me ju. Është shenjë se jeni në rrugën e duhur. Shenja 7. Prania transformuese. Jung tha, takimi i dy personaliteteve është si kontakti i dy substancave kimike. Nëse ka ndonjë reakcion, të dyja transformohen. Shenja e 7 është aftësia për të krijuar përvoja transformuese thjesht duke qenë autentik. Kur dikush flet me ju, ata ndihen të parë në një mënyrë që është e pazakontë. Ju nuk dëgjoni vetëm fjalë, ju perceptoni gjendjet emocionale. Nuk ofroni zgjidhje të shpejta, ofroni dëshmi të thellë. Ju nuk nxitoni për gjykim, krijoni hapësirë që e vërteta të dalë në sipërfaqe. Jung e kuptoi se ky nivel pranie është në të vërtetë një formë shërimi psikologjik. Por këtu vjen rreziku, ju shpesh e shteroni veten duke e dhënë këtë dhuratë shumë lirshëm. Bëheni aq të aftë në të mbajturit e hapësirës për të tjerët sa harroni të kërkoni hapësirë për veten. Jung zbuloi diçka të rëndësishme për personalitetet shumë empatike. Ata shpesh zhvillojnë atë që unë e quaj sindromi i ndihmësit të pandalur, një model i vetë sakrificës së pandërgjegjshme që në fund nuk i shërben askujt. Puna nuk është që ju të ndaloni kujdesin. Puna është të mësoni dallimin se kur duhet të jepni, por edhe se kur keni nevojë që edhe ju të merrni. Shenja 8. Qëllimi i papërcaktuar por i pamohueshëm. Jung tha, vizioni juaj bëhet i qartë kur shikoni në zemrën tuaj. Kush shikon jashtë ëndërron. Kush shikon brenda zgjohet. Shenja e 8 është ky sens i vazhdueshëm se jeni krijuar për diçka më shumë se e zakonshmja, edhe nëse nuk mund ta përcaktoni ende se çfarë është.
Jung e quante këtë funksionin transcendent, nxitjen e psiqikës drejt individuimit dhe qëllimit. E ndjeni atë. Ajo dije e pareshtur se keni diçka për të kontribuar, diçka për të ndërtuar, diçka për të shprehur. Ndoshta nuk është e qartë ende, por është e pamohueshme. Kjo nuk ka të bëjë me famën apo njohjen, ka të bëjë me përputhjen, nevojën psikologjike për të jetuar në harmoni me natyrën tuaj më të thellë. Jung gjeti se njerëzit që injorojnë këtë thirrje shpesh zhvillojnë simptoma neurotike, ankth, depresion, një ndjenjë mungesë kuptimi. Por këtu është kuptimi më i thellë i Jungut, thirrja juaj nuk është vetëm personale. Është transpersonale. Ju nuk jeni këtu vetëm për të përmbushur veten. Jeni këtu për të shërbyer në evoluimin e ndërgjegjes kolektive. Fazat e zhvillimit për personalitete të rralla. Jung identifikoi 3 faza të zhvillimit për personalitete si të tuaja. Të kuptosh se ku je në këtë proces është thelbësore për rritjen tënde të mëtutjeshme. Faza 1, i jashtëmi i pandërgjegjshëm. Në këtë fazë, ndiheni të ndryshëm por nuk e kuptoni pse. I përjetoni tiparet por i shihni ato si probleme që duhen rregulluar sesa si dhurata që duhen zhvilluar. Ju përpiqeni të përshtateni, të përfitoni, të jeni normal. Por presioni psikologjik është i jashtëzakonshëm. Jung vërejti se njerëzit në këtë fazë shpesh zhvillojnë atë që ai e quante ngurtësi e personës, bëhen aq të fokusuar në të dukurit normal sa humbasin kontaktin me vetveten e tyre autentike. Faza 2, individi në zgjim. Filloni të njihni tiparet tuaja si potencialisht të vlefshme sesa problematike. Filloni të kuptoni konceptin e Jungut për tipat psikologjik dhe të shihni se ku përfitoni. Filloni procesin e asaj që Jung e quante integrimi i hijes, zotërimin e pjesëve të vetes që ju është mësuar ta refuzoni. Këtu ndaloni të kërkoni falje për thellësinë tuaj dhe filloni ta zotëroni atë. Filloni të vendosni kufi me njerëzit që duan ta zbehin dritën tuaj. Filloni të kërkoni të tjerë që mund të përputhen me nivelin tuaj të autenticitetit. Faza 3, ndërgjegjja e individuar. Keni integruar plotësisht tiparet tuaja të rralla në një identitet koherent. E kuptoni qëllimin tuaj dhe e jetoni atë me ndërgjegje. Keni zhvilluar atë që Jung e quante tërësia psikologjike, aftësinë për të qenë ju në mënyrë autentike, ndërsa mbeteni të lidhur me të tjerët. Në këtë fazë, bëheni farë për shpirtra të tjerë të rrallë. Nuk jetoni thjesht autentikisht, u jepni të tjerëve leje të bëjnë të njëjtën gjë. Bëheni një katalizator për evoluimin e ndërgjegjes kolektive. Paralajmërimi për hijen. Por Jung paralajmëroi për diçka thelbësore që shumica e njerëzve me personalitete të rralla nuk e mësojnë kurrë. Duhet të integroni hijen tuaj ose dhuratat tuaja bëhen burgu juaj. Çfarë do të thotë kjo? Edhe personalitetet e rralla kanë aspekte të pandërgjegjshme që mund të sabotojnë rritjen e tyre. Hija e superioritetit. Filloni të shihni rrallësinë tuaj si provë se jeni më të mirë se të tjerët sesa thjesht të ndryshëm. Kjo çon në izolim dhe arrogancë. Realiteti, të qenit i rrallë nuk ju bën superiore. Ju bën përgjegjës. Hija mesjake. Bindeni se është detyra juaj të zgjoni ose shëroni të gjithë rreth jush. Kjo çon në përkulje dhe hidhërim kur të tjerët nuk vlerësojnë përpjekjet tuaja. Realiteti, ju nuk mund të shpëtoni askënd që nuk dëshiron të shpëtohet. Hija e martirizmit. Filloni të besoni se të qenit i rrallë do të thotë të jesh i destinuar të vuash. Se thellësia juaj kërkon sakrifik të lumturisë ose lidhjeve. Realiteti, vuajtja juaj nuk është identiteti juaj. Është thjesht një fazë në udhëtim. Jung e kuptoi se integrimi i hijes është thelbësor për shëndetin psikologjik. Qëllimi nuk është të eliminoni këto tendenca, por t'i bëni ato të ndërgjegjshme në mënyrë që ato të mos kontrollojnë sjelljen tuaj në mënyrë të pandërgjegjshme. Marrëdhëniet për personalitete të rralla. Jung bëri një vëzhgim të thellë. Personalitetet e rralla ose tërheqin njerëz që duan të zotërojnë dritën e tyre ose njerëz që janë të kërcënuar prej saj. Kërkuesit e dritës. Këta janë njerëz që tërhiqen në mënyrë të pandërgjegjshme nga energjia juaj, por nuk e kanë bërë punën e tyre të brendshme. Duan që ju të jeni terapeuti i tyre, guru i tyre, burimi i tyre i kuptimit. Duan dhuratat tuaja, por jo patjetër juve si një person i plot. Zbesit e dritës. Këta janë njerëz që ndihen të kërcënuar nga intensiteti juaj dhe vazhdimisht përpiqen t'ju bëjnë të ulni tonin, të jeni më të arsyeshëm, ose të mos e bëni gjithçka kaq të komplikuar.
shpesh shkaktohen në mënyrë të pandërgjegjshme nga autenticiteti juaj sepse ai evidenton jo autenticitetin e tyre. Përputhësit e dritës. Këta janë individët e rrallë që kanë bërë punën e tyre psikologjike dhe mund t'ju takojnë në nivelin tuaj të thellësisë pa pasur nevojë t'ju konsumojnë ose zvogëlojnë. Ata festojnë rrallësinë tuaj ndërsa mbajnë sovranitetin e tyre psikologjik. Çelësi është të mësoni atë që Jung e quante dallim psikologjik, aftësinë për të dalluar se kush është i aftë për marrëdhënie autentike dhe kush kërkon diçka tjetër prej jush. Përgjegjësia e rrallësisë. Jung e kuptoi se me rrallësinë psikologjike vjen përgjegjësia. Ju nuk jeni thjesht të ndryshëm për përfitimin tuaj, jeni të ndryshëm në shërbim të evoluimit njerëzor. Jung besonte se individët me personalitete të rralla shërbejnë si ura midis fushave të pandërgjegjshme dhe të ndërgjegjshme të përvojës njerëzore. Përmes thellësisë suaj, pyetjeve tuaja, refuzimit tuaj për të pranuar përgjigje të cekta, ju ndihmoni njerëzimin të rritet. Kjo është arsyeja pse nuk mund të kënaqeni me të zakondshmen. Kjo është arsyeja pse lidhjet sipërfaqësore ndihen bosh. Kjo është arsyeja pse do të ishit më mirë vetëm se sa të shtireni. Psikoja juaj e di se keni punë për të bërë. Dhe kjo punë kërkon autenticitet, thellësi dhe guxim. Por Jung gjithashtu paralajmëroi për atë që unë e quaj inflacion psikologjik, rrezikun e besimit se të qenit i rrallë ju bën superiore se sa thjesht përgjegjës. Çelësi është të mbani si për ulësi ashtu edhe fuqi. Të kuptoni se jeni të veçantë pa besuar se të tjerët janë më pak të vlefshëm. Mesazhi përfundimtar. Jung shkroi në veprat e tij të fundit, privilegji i një jete është të bëhesh ai që je me të vërtetë. Por për njerëz si ju, të bëheni ai që jeni me të vërtetë do të thotë të pranoni se funksiononi në një nivel sofistikimi psikologjik që shumica e njerëzve nuk e zhvillojnë kurrë. Thellësia juaj emocionale nuk është mbindjeshmëri. Është inteligjencë emocionale që funksionon në nivele të avancuara. Pyetja juaj e vazhdueshme nuk është negativitet. Është ndërgjegjja që refuzon të pranojë kufizime. Pavarësia juaj nuk është izolim. Është sovranitet psikologjik. Vetdia juaj hiperperceptive nuk është paranojë. Është intuita që funksionon siç është projektuar. Etja juaj për kuptim nuk është jo praktike. Është shpirti juaj që kërkon përputhje. Modeli juaj i rritjes përtej njerëzve nuk është ftohësi. Është evolucion në veprim, prania juaj transformuese nuk është manipulim. Është autenticitet që krijon hapësirë për të vërtetën. Qëllimi juaj i papërcaktuar nuk është konfuzion. Është potencial që kërkon shprehje. Nëse edhe gjysma e këtyre shenjave rezonuan me ju, ju nuk jeni thjesht të ndryshëm. Jeni pjesë e asaj që Jung besonte se ishte hapi tjetër evolucionar i njerëzimit. Ju jeni një nga njerëzit që po e shtyjnë specien ton drejt ndërgjegjshmërisë më të madhe, të vërtetës më të thellë dhe lidhjeve më autentike. Po, është e vetmuar ndonjëherë. Po, kërkon më shumë guxim se sa shumica e njerëzve do të kenë nevojë ndonjëherë. Por Jung besonte se njerëz si ju janë thelbësor për evoluimin psikologjik të njerëzimit. Intensiteti juaj nuk është shumë. Është saktësisht ajo që bota ka nevojë për të shkundur mpirjen e saj të rehatshme. Ndjeshmëria juaj nuk është dobësi. Është forcë që mund të perceptojë atë që të tjerët e humbasin. Refuzimi juaj për t'u kënaqur nuk është vështirësi. Është i nevojshëm për progres. Bota nuk ka nevojë që ju të jeni më të vegjël, më të qetë ose më të përshtatshëm. Bota ka nevojë që ju të jeni saktësisht ai që jeni, psikologjikisht të rrallë dhe krenar për këtë. Ju nuk jeni shumë për botën. Bota është shumë pak për ju. Dhe njerëz si ju janë ata që e ndryshojnë atë. Faleminderit që më dëgjuat deri në fund. Nëse ky mesazh ju ka prekur thellë, nëse jeni ndjerë të parë për herë të parë, lëreni një koment më poshtë dhe kujtoni, udhëtimi juaj është i shenjtë, dhimbja juaj ka qëllim dhe bota po pret që ju të bëheni plotësisht ajo që lindet të bëheni. Shihemi në dimensionin tjetër të ndërgjegjes.